Me djalin këm fillu mu falë, që janë 20 vjetë ashtu. Mu ma mërmenja që Kurani është shërim i çdo smundje. Shënjestër.net. Unë quhem Arife Zejnullahu, vi prej Prishtinës, jam moshën 68 vjeçare. Unë me fe jo marrë gati që janë 20 vjetë ashtu, e me Kuran që janë 3 vjetë. Mas pari dashnia për me mësu jo veç Kuranin, po edhe namazin, ka fillu për i djalit tim 12 vjeçar. Me djalin këm fillu mu falë, rastësisht jom taku me një motër këto që ka qenë të mësu Kuran, edhe ajo më ka thonë nëse na mujna me fillu me ardhë këtu, është klasa, është mësusja. Shumë herë këm dashtë edhe me ndërprej, se s'kom qenë e bindun që ka me mujtë me arrit, po mësusja çdo herë na ka përkra. Mu ma mërmenja që Kurani është shërim i çdo smundje. Njeri bjen në depresion, në mërzia, ka të lashe, po nëse fillon e merr librin e shejt Kuranit edhe fillon diçka me lezu prej tij, momentalisht në moment çdo sen përfundon mbrapa lihet edhe i përkushtohesh qasajna dhe i drejtohesh Allahut atij kofshin fal, dhe ajo është një që na ndihmon për çdo sen. Mësimi, shkollimi janë prioritare për me mujtë mu drejtu ato çdo njeri i cili mëson, lexon, shkollohet, do thot ma merr mendja që nuk do të gabon. Shënjestër.net.